pse merr kohë pranimi i duas. Allahu ju shpërblet. Jemi duke e lutur dikaj i cili është i gjithdijshëm për gjendjen tonë, i cili na i njeh edhe detajet e kaderit që nuk ka ndodhur, po të kish ndodhur, si do të kish ndodhur. Gjitha këto detaje, Allahu xhelle xhelalu i din dhe ai na e don më të mirën. Kur Allahu xhelle xhelalu të shet ty si rob, ti lutesh. Ka mundësi për shembull ti lutesh për pasuri, ndoshta pasuria është e keqe për ty. Ti lutesh për një evlad, ndoshta ai evlad do të bëhet sebeb me shku në zjarr. Allahu staj. Dhe ai din më së miri këtë. Prandaj e kemi një problem na të puna e Allahut. Ja nuk guxojmë me bë kështu. Kur e lusim në Allahun duhet me ditë se jemi duke e lutur dikaj i cili dit gjitha, nuk i fshehet asgjë. Çdo detaj të jetës tonë e din. Prandaj ti vetëm luto, sikur që ka thënë Omar ibn Khattabi, unë brengosem a lutem, për pranimin e lutjes nuk brengosem se e pranuam është. Sikur që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ose Allahu të jep diçka më të rëndësishme në botën tjetër që ti do të kishe shpresu për çdo lutje, kishe më thonë, o Zot, pse ma pranove lutjen e s'ma dha kët? Nuk e dim në çfarë është ai shpërblim. Ose Allahu ta largon një të keqe në këtë botë, ti e lut për ushqim, për qendet e diçka në këtë botë, por Allahu ta ka largon një të keqe, ose ta pranon lutje.